Faleminderit baba Lidon Pashaj, si drejtori i programit studimeve shqipe Dipol Hidaj, Edi Bregu është kënaqësi të madhe të prisja udhëheqjen shpirtëror të qesë Bektashiane në Shtetin e Bashkuar. Baba Lidon Pashaj, shkruan doktor Gazmend Kaplani. Deqeja Bektashiane shqiptarëve themeluan në vitin 54 këtu në Taylor, me mbështetjen e bektashime sunite, katolike dhe krishterë ortodoks shqiptar-amerikan, nga baba Recepi, një mjesht të rishuar sufist shqiptar-amerikan. Deqeja mbajti bektashizmin gjallë, fjalë për fjalë, pas shkatërimit të fesë në Shqipëri gjatë sundimit komunist, e nxitur nga monografia Baba e Litonit mbi Baba Hysen Melanin, një baba bektashi i njohur që drejtoi një nga 5 teqet më të vjetra në vend, Melan, në rajonin e Korçës të jugut të Shqipërisë, gjatë viteve të trazuara të lëvizjes për pavarësi të Shqipërisë dhe luftave ballkanike. Pata nderin të diskutojë me Baba Lidon Pashajn rreth kaluarës dhe së tashmes të bektashizmit në Shqipëri në diasporë, me një fokus të veçantë në lidhjen e urdhrit bektashi me historinë, narrativat kombëtare dhe moderne shqiptare. Audienca e vëmendshme dhe studentët tanë të studimeve shqipe në Dipol patën mundësi t'i bënin pyetje Baba Lidon Pashaj, duke shkaktuar diskutime krijuese rreth marrëdhënies midis fesë dhe identitetit bashkëkohor shqiptar në Shqipëri dhe diasporë. Diskutimet pas ngjarjes vazhduan dhe pas nënshkrimit të librit me Baba e Lidoni. Takimi përfundoi me një ofertë ashures në një ritual i veçantë midis bektashime, një mesjedhje bujare, restoranteve Baba e Lidon dhe A Thousand Tales në Chicago.